ka gojdhana, ose si këto gojdhanat e vjetra që kemi neve, që sikur hynte një angjëll brenda në ujë dhe lëvizte ujë. Pra, paktën nga Bibla, po neve kemi të përkthyer sepse një angjëll hynte. Jezusi pra hyn te kjo port, ose te ky vend, edhe shikon dikë, pra këtë që ishte i paralizuar dhe kishte 38 vjet. Pra po thuaj se gjithë jetën e vet. Edhe vini re pyetjen që Jezusi vën edhe përgjigjen. Vini re reagimin e farisenjve dhe pyetjet që ata i bëjnë. E para, Jezusi i thot: a dëshiron të shërohesh? Përgjigjet i së mori: Zot, unë s'kam njeriku që kur lëviz ujë të më fus në pellë. Pra, në momentin e parë, ne shikojmë një lloj justifikimi. Nuk e di, kur bëhen pyetje të tilla neve, a kemi ne atë tendencën që të vemi përpara një shfaqësimi, duke shfaqsuar veten tonë për diçka. Nëse do të pyesim sot, a do të punosh? S'po gjej punë. Është e vështirë të gjesh punë sot. Apo jo, a do të ishte kjo përgjigja jonë e parë, kryesore? Edhe pra, ky njeri që ishte aty nuk e dinte fare se kush po e pyeste, a dëshiron të shërohet. Sepse nëse dikush tjetër do ta pyeste, do i linte në zemër, le të themi, për ta ndihmuar, si do e pyeste? A do që të ndihmoj që të fus në ujë? Imagjinoni, ky kishte kaq kohë që rrinte aty, nga mëngjesi në darkë, për shumë kohësh, që futesh te ky ujë. Por imagjino, edhe sikur vartë të tërhiqesh siç ishte ai paralizuar, në një farë kohë ai do arrinte të shkonte afër buzës së ujit. Që në momentin që ishte të lëvizte ujë, pak të vëllor, do binte brenda. Por shiko dëshirën e Jezusit, që Jezusi e pyet edhe i jep edhe një zgjidhje. Shumë njerëz mund të vinë duke na dhënë, duke bërë pyetje, por nuk i se na japin përgjigje. Më shumë të kritikojnë, se të thotë se çfarë je duke bërë, se nuk punon. Çfarë lloj njeriu je ti që s'punon? Ndërkohë, Jezusi i bën pyetje dhe thot: a dëshiron të shërohesh? Dhe i së mori i përgjigjet: Zot, nuk kam njeri këtu, thot, që kur lëviz ujë më fus në pellë. Dhe ndërsa unë po shkoj një tjetër zbret përpara meje. Dhe Jezusi e pa vështirësitë, le të themi, vuajtje, që ai po kalonte dhe thot: mirë, çau edhe ec. Merr vigun tënd edhe ec. Njeriu u shërua në çast, e ndjeu se filloi që të ndjente këmbët e veta, duart e veta, dhe mori vigun e ec dhe eci. Atë ditë ishte shabat. Prandaj judenjtë thanë atij që u shërua. Ato unë besoj që ata e kanë parë që ai ishte prej kohësh aty, i paralizuar, i shtrirë. Dhe nuk e pyetën fare, po ti si u shërove? Por e pyetën, kush tha ty që ta marrësh vigun tënd edhe të ecësh sot? Sot është ditë shabati, ditë është pushimi. Një diçka interesante, që neve e kemi thënë edhe më përpara, që këta që festojnë ditën e shtunë, që e konsiderojnë si ditë pushimi, që nuk punojnë, kanë arritur në disa ekstreme, le të thej. Edhe këta mësuesit e ligjit që atëherë filluan që të bënin libra dhe të shkruanin kush quhesh punë, kush nuk quhesh punë. Madje edhe sot e kësaj dite në Izrael, paktën unë e dëgjova, nuk kam qenë vetë në Izrael. Ditën e shtunë, ai ashensori nuk punon, sepse ata e konsiderojnë punë që të shtypësh butonin e ashensorit që të ngjitet lart. Po ajo që është më interesante, nuk e konsiderojnë punë që të ngjisësh shpallët të shkosh.
të shkosh në shtëpi. Edhe në ekstrem që njeriu ka arritur të bëj, edhe pikërisht ta njerëz të ligjit, ta njerëz që besonin Zotin, edhe le të themi adhuronin Zotin, edhe ata vetë mësonin të tjerë që të adhuronin Zotin e të bindeshin Zotit. Edhe çfarë ndodh? Ndodh ajo që ata kaluan akoma më shumë në ekstrem, dhe ndërsa ata e pyetën, i thanë, "Çfarë bën? Është pushim sot." Leri, nuk është e ndihshme thot për ty të ngresh vikun. Ai përgjigj aty. Shikoj përgjigjen e tij, që është shumë e rëndësishme. Ai që më shëroi, më tha, merre vikun tënd dhe ec. Ai që më shëroi, shikoni, djema, unë isha paralizuar. Unë s'do me di, i çfarë, ditë pushimit, di që unë kam 38 vjet që unë nuk eci. Nuk di. Unë sot po që ndroj në kap. Edhe i më tha, merr vikun tënd dhe ec. Unë nuk desha të ati për ligje marë, valla. Shumë mund të ketë menduar në ato momente. Dhe atëherë ata e pyetën, akoma më të kishin në mendjen e tyre, nuk e pyetën kush të shëroi, por i thanë, kush është ai njeri që tha, merr vikun tënd dhe ec. Po imagjino, a nuk do kishim kurreshtje? Nuk do kishe kurreshtje sot një njeri që ishte paralizuar për 38 vjet. Ti e ke parë me sytë e tu që është i paralizuar, edhe në këtë moment po e shikon që është ngritur në këmbë edhe ka marrë diçka po e mban. Pra atë vikun që ata e kanë çuar aty, ai e mbante aty te këmbët e tij. Edhe tani po ecën. Cila do të ishte pyetja jote? Ma bën mendje edhe dikush që do të shkonte të ishte i paralizuar, le të themi, edhe do bënte diçka gabim, edhe në ato momente në gabimin e sipër ndodhi që u shërua, edhe këta të ligjit edhe gjykatësi po ta kapte dhe thoshte, po ti si u shërove? Nuk do të thoshte si shkove ti atje, si vallë, por do të thoshte si u shërove. Apo jo. Edhe këta nuk e morën mundimin fare ta pyesin kush shëroi, si u shërove ti, si ka mundësi? Sepse ata e dinin që ai ishte i tillë. Edhe nuk i gjetën dot atë njeriu që shëroi. Në vonë Jezusi e gjeti në tempull. Që shëroi. Dhe i thot, ja, ti u shërove, thot, mos më kato më që të mos ndodh një gjë më e keqe. Kush do të ishte gjëja më e keqe për këtë person që do t'i ndodhte nëse do më katon? Sepse ky për 38 vjet, ky ka parë të keqen me sy, apo jo? Ky ishte paralizuar, ky nuk ecste. U ka ndodhur ndonjëherë që shikonin ato karrocat e invalidëve? U për vete kam, neve si kish kemi shpërndarë kështu karroca. Unë për vete nuk ma man të rullën tek ato. Se si më duke. Nuk e di. Edhe unë s'dua ta kem atë, no. Po imagjino, 38 vjet i paralizuar. Të shikosh, të rritesh, të dalësh, të nxjerrin prindrit në obo, edhe fëmijët, shokët e tjerë që luanin, vllai ose motra që ti mund të kesh që luanin, e kërcenin, e vraponin, e qeshnin, edhe ti që rri aty. Edhe Jezusi thot, u shërove? Po, tani mos më kato që diçka më e keqe të ndodh. Pra, kush është gjëja më e keqe që një person, një njeriu mund t'i ndodhi? Ëh? Kush është gjëja më e keqe? Se vdiq Jezusi. Sepse për njeriu që mos shkonte dhe vdiqte në fe. Kjo gjëja më e keqe që një njeriu mund t'i ndodhi, pra, që të humbasi përjetësinë me Perëndin. Edhe pikërisht për këtë Jezusi tha, mos më kato. Edhe ai shkoi pastaj u tregoi judenjve dhe bëri atë ritualin që kërkonin ata prifërinj. Por Jezusi ja kujtoi këtë. Në momente të ndryshme, kur është e rëndësishme, edhe sot e kësaj dite, të shikoni besimin e njerëzve, e të shikosh
kur ti shkon edhe i tregon për Zotin, për Perëndin, po të thuash që të dielën unë bashkohem me kishën dhe adhuroj, sa lek merr? T'japin lek të ta? Edhe kur i thua ti që neve japim lek, po mirë, je rregull ti? Mos i gjë smur, je vizitur. Pra njerëzit nuk arrin do të kuptojnë, nuk bëjnë do të pyetje thelbësore që janë të rëndësishme për jetën e njeriut, le të them. Siç është, po mirë, çfarë të bëri ty, çfarë të tërhoqi ty kaq shumë që ti do të shkosh në kishë, do që të adhurosh Zotin. Të bëri që të vendosësh besimin tek Perëndia. A nuk do të ishin këto pyetje me radhë? Tu kemi mësuesit e ligjit që besonin edhe mësonin të tjerët, çfarë ndodhi? Ata e pyetën, kush të tha ty të bësh këtë që është e jashtëligjshme? Ë? Kush të tha? Valla, u shërova. Tani jam duke ecur, kam 38 vjet që nuk dija çfarë do të thotë të ecje n'ka. Po vetëm atëherë duhet të ishin 2 veta, se tani tani kemi dhe kanë arritur gjëra të mira që për shembull në këto karrocat mekanike mund të jetë një person që të shtyr. Po ka dhe nga këto karrocat që janë me bateri që nëse ti ke mundësi të përdorësh durët, mund të dalësh vetë, bredhesh nëpër qytet të bësh xhiro, apo jo. Sepse në rrugë të ndryshme, të paktën në qytet, ka dhe kastile që kalojnë karrocë, apo jo. Pra, ka mundësi, kurse atëhere, që të shkoje nga një vend në një vend tjetër, duhet ishe 2 veta, pra ta merreshe me vik e ta çoje atje. Imagjino, edhe në tualet. Ë? Pra ato vështirësitë atëhershme kanë qenë akoma më të mëdha se sa që janë tani. Por çfarë ndodhi? Ata bëjnë pyetje që nuk janë jashtë kontekstit, sepse atyre po i humbet pushteti, sepse ata ishin mësuar që çdo gjë që bëhej, ata merrshin jepnin leje, le të themi. Jepshin bekimin e tyre. Por Jezusi kërkoi edhe erdhi të tregojë njerëzve që këto gjëra që këta po bëjnë janë të paligjshme. Çfarë mësuesit e ligjit po bëjnë janë paligjshme. Sepse e shtuna thot është bërë për njeriu dhe jo njeriu për të shtunën. Ata i vuan kaq shumë rëndësi të shtunës, ditës pushimit, sa e bën të shej, edhe çdo kush që bënte punonte do të ishte dënohej. Dhe vetë Perëndia e bëri ditë pushimi e caktoi për njeriu që të pushonte, të shplodhe, të shikonte krijimin, të kujtonte Zotin, edhe mos ndalonte vetëm siç themi neve në fshati, mos bravonte si karroce. Kalit karrocës si vendosin këtu te sy, kështu llapa, ne i themi llapa sysh që e mbron syt kështu, edhe që të eci vetëm përpara. Keni parë kalit karroce që ecën? Nuk dije në lojë. Edhe njeriu sot e kësaj dite është bërë si kal karroce që vetëm vrapon, punoj, do ikin punë, nuk kam kohë, të lutem mos më ndërprit. Edhe kur Zoti sot, siç jemi neve sot këtu bashkë, të themi eja që të adhurojmë Perëndin, ne ti duhet shkosh të punosh. Ne nuk i japi privilegjin Zotit, vendin që i takon. Edhe kjo është arsye pse ndodh besimi ynë është i lëkundur. Lexoj një thani që na sfidoi goxha. Aty nga gjëja që ju keni më shumë frikë, tek ajo fush, edhe besimi juaj është i pakët tek Perëndia. Pra i besoni më pak Perëndisë për atë gjë. Një fush, një diçka që neve në këto momente na frikson për shembull, neve si prindër, sado besojmë te Zoti, përsëri trembemi kur na smuret fëmia. Kemi frikë. Nuk kemi besim aq sa duhet. Por Perëndia është nën tron. Neve përsëri nuk e pranojmë këtë gjë. Ma merr mendje edhe në këto momente që unë po ju sfidoj te kjo janë ngritur justifikime, shpajsime që ne mund kemi.
po të ndodhi kjo e keqe, po të ndodhi ajo e keqe. Pra, koha që neve kalojmë me Perëndin është shumë e rëndësishme. Dikush tha që imagjinoni koha që juve shpenzoni në lutje. Lutja duhet të jetë pjesë e ditës suaj. Imagjinoni si ai ilaçi që neve marrim, mjekimi që neve marrim, që duhet ta marrësh rregullisht ose do të thoshte doktori do të thoshte do marrësh këtë ilaçin edhe çdo ditë në darkë ti duhet ta pish. Në qoftë se ti e ndalon vetëm për një ditë, ti ke edhe 2-3 orë jetë edhe pastaj more fund. Çfarë do bënim neve si njerëz? A do ta bënim neve atë pjesë primare të jetës tonë që, për shembull, po ta diun, në orën 8 ose në orën 9 të darkës, neve do të pinim ilaçin, apo jo? A do të vendosim ndonjë gjë tjetër përpara kësaj ne? Jo, s'besoj atë. E njëjta gjë është dhe me lutjen. Nëse neve e bëjmë pjesë të jetës tonë që ne çdo ditë të lutemi Perëndis, pavarësisht se i shikojmë fryte, Perëndia e dëgjon lutjen tonë. Perëndia e din kur të japi atë çfarë ti po kërkon. Më shumë se kaq, unë nuk mund t'jap sepse edhe unë kam ato, le të themi, limitin e njohurisë, kaq kam. Unë di të them nga Bibla, Zoti na thot lutemi, Zoti na thot mos ki frikë. E dini sa herë përmendet mos ke frikë? Mbi 300 herë në Bibël. Mos ke frikë. Mos ke frikë, mos të tërë. Unë jam me ty. Unë të dëgjoj, unë të ruaj. Mos ke frikë, unë jam me ty. Dhe këtë ne duhet mos ta heqim kurrë nga pjesa e jetës sonë. Le të jemi neve njerëz që kërkojmë Perëndin me gjithë jetën tonë. Mund të jemi si ne mase nuk jemi paralizuar fizikisht, por mund të kemi gjëra të ndryshme që për momentin do jenë të paralizuar në jetën tonë. Edhe ne mezi presim, por ne duhet edhe të lutem, edhe t'i kërkojmë Zotit. Zoti tim se kur do të vi edhe do të ndodhë.